njeriu në ditën e Kiametit, në ditën e gjykimit, do të jetë me atë që i dëshiron zemra, me atë që i ka dash zemra në këtë dynja. Pra nëse me të vërtetë e ke dash Allahun xhaleshanu me shpirt edhe me zemër, e ke dash profetin alayhi salatu wassalam me shpirt edhe me zemër, e ke dash Kur'anin me shpirt edhe me zemër, i ke dash porositë e kësaj feje, i ke dash adhurimet ashtu siç duhet, dhe ke rezatu mirësi në jetën tënde edhe ndaj krijesave. Me lejen e Allahu xhaleshanu ke për të qenë me ata të cilët i ka dash zemra në ditën e gjykimit dhe mos u bëj merak fare. Rri i qetë për atë ditë. Madje ai që e do Allahun me shpirt, nuk friksohet edhe nuk tutet nga takimi që ka me Zotin e tij. E pret me mall takimin. Sepse ai i cili e dëshiron dikë me zemër dhe me shpirt dhe e dashuron dikë me zemër, mezi e pret takimin me të. Mezi e pret takimin me të, ja bën hizmetin edhe ja bën gjithë shërbimin, që takimi që do të ndodhi midis tij dhe midis Allahut të jetë në nivelet dhe të jetë në standardet më të larta, të jetë i kompletuar komplet ditën që do të dali para Allahut xhaleshanu. Si na thot neve profeti alayhi salatu wasalam, e tedrune menil muflis, a e dini se kush është njeriu i falimentuar? Thanë Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri. Tha është ai i cili ka bërë vepra të mira, është fal shumë, ka agjëruar shumë, është ai i cili ka bërë sadaka shumë, është ai i cili mund të ketë bërë dhikr, e ka përmend Zotin shumë, ka bërë dua shumë. Edhe kur do dali ditën e gjykimit para Allahut, do t'i shohë shpërblimet se vapet e tij sa malet, subhanallahu.